Europian. Në Shkup është u mbajt samiti mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, edhe aty kryeministri Rama tha një frazë e cila ishte nuk kemi qenë kurrë më afër se kaq integrimit në Bashkimin Evropian, e cila është një frazë e vërtet, sepse është relative, por nuk kemi qenë kurrë më parë më afër se kaq, sepse ky është një proces që do vinë të afrohet. Pyetja është sa larg jemi në të vërtet deri në finish, dhe jemi më afër si rajon e kam tani, jo vetëm Shqipëria, jemi më afër Bashkimit Evropian në këtë moment, apo jemi më afër autoritarizmit. Kam parasysh dy vendet kryesore të rajonit, Shqipëria dhe Serbia, janë të dyja me probleme shumë të mëdha për demokracinë dhe jo vetëm për demokracinë. Në Shqipëri ka opozita dhe jo vetëm opozita ka shprehur shqetësime shumë serioze për zgjedhjet. Në Serbi ka protesta të studentëve në rrugë, të cilët dhe ata kërkojnë zgjedhjet parakohshme. Të dy liderët të cilët deri tani kanë qenë të përkthjelurit, po themi kështu, të Bashkimit Evropian, kanë një 3 mandate ca në pushtet, që të dy akuzohen si autoritaristë. Vendet e tjera më të vogla gjithashtu, Malizi, Kosova, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia e Veriut, ne nuk po shohim ndonjë zhvillim, në një reformë transformuese, siç ishin ato që kërkoi komisionerja Marta Kos. Si e shikoni, Nikola, ju rajonin ton dhe bëhen në këtë? Se është krijuar një ide sikur për shkak të arsyeve gjeopolitike gjithçka do të lehtësohet dhe ne mund të kështu si jemi në Bashkimin Evropian, që okay, po të pranoj Bashkimin Evropian, mirë do ishte, po duket se Bashkimi Evropian nuk do të na pranojë kështu siç jemi. Në radhë parë, unë mendoj se kjo historia e futjes Bashkimit është bërë si në kohën e komunizmit, që do vuanim në socializëm në ca vite ose ca dekada, po do arrinte pika ku do kalonim komunizëm e gjithë do anin me lukë të artë. Kështu është bërë dhe kjo historia. Në fillim hapjes së negociatave, ja se do hapim negociatat në fund të këtij viti, i hapëm ja 5 herë negociatat, pastaj u hapëm. Po u deshën 12 vite e qeverisi që të hapeshin kapitujt. Imagjinoni se shpejt kemi bërë neve për të futur Bashkimin Evropian. Ja u futëm nesër në Bashkimin Evropian. Ndryshon jetën e një qytetari shqiptar? Unë mendoj sërish se kjo ne si shoqëri, po të një shoqëri që kujdeset pak më shumë për veten dhe mendon pak më shumë për veten, do duhet të bënte këtë pyetje. Ne futemi nesër, sepse Rusia kërcënon që do sulmoj Ballkanin. Do marshojë me një ushtri shumë të madhe dhe do vitë të na marrë neve të na bëj pjesë. Dhe nga frika, nesër Bashkimi Evropian do të na futë. Ndryshon gjë në jetën e një qytetari shqiptar? Unë mendoj se ai prapë nuk e dim nëse pa ujë edhe do votoj prapë të njëjtën parti që po kjo është çështje tjetër. Po nuk është se do ndryshonte gjë në jetën e qytetarit shqiptar. Futja në Bashkimin Evropian, të paktën si e shikoj unë, do të thotë që ne si shoqëri ekonomi të arrijmë disa standarde. Ato shtetet të cilat janë bërë së bashku dhe kanë krijuar atë komunitet, para se dhe ai komunitet të kishte kaq shumë probleme sa çka është sot, e bën me disa arsye ekonomike. Dhe kishin një standard të caktuar edhe në shoqëritë e tyre, standard ekonomik, standard ligjor, institucional etj. Me radhë. Pyetja e parë është ne kemi bërë progres në arritjen e këtyre standardeve, ndjejmë neve në përditshmërinë tonë që kemi një liri më të madhe ekonomike, individuale, që kemi institucione që janë më të forta, më të shëndetshme, më të qëndrueshme në afat gjatë, që kontrollojnë njëra tjetrën. Pra, a kemi këtë balancën e pushteteve ku legislativi kontrollon ekzekutivin, gjyqëtori kontrollon të dy të tjerët, kemi një president aktiv mbi palët, i cili është i zëshëm për çështje ndryshme sociale. Na duket si një prallë, po të thua që legislativi, se si një gjë e çuditshme që legislativi kontrollojë ekzekutivin. Askë nuk do. Kemi media neve të forta që merren me hetim, bëjnë emisione investigative e tjerë dhe janë një presion i vazhdueshëm mbi ekzekutivin, mbi legjislatorin, po të doni, as kjo nuk ndodh. Kemi një gjyqësor në sot që është pranë me shërbimet e veta qytetarit, as kjo nuk më duket, sepse vetë gjyqësori thotë që për një çështje civile duhen mesatarisht 14 vite. Janë shtuar stoqet e çështjeve kanë mbajtur mbi 100.000 të prapambetura. Pra qytetari shqiptar sot nuk merr as shërbimin gjyqësor, për cilin taksapaguesit evropian dhe amerikan kanë paguar
miliona e miliona. Ka sot një arsim më të mirë? PISA, klasifikimet e PISA-s thonë që jo, thonë që është grop. Nga rankimi në rankim, Shqipëria vetëm humbet pozicione. Për të mos folur për shëndetësinë këtu, ku jetëgjatësia në Shqipëri është disa vite më e ulët se sa jetëgjatësia mesatare në vendet e Bashkimit Evropian. Ekonomia në pas që është e grumbulluar në pak duar, niveli përjashtimit social sipas avokatit popullit është 40%, dhe fakti pastaj më të mërshëm është që shqiptarët nuk zgjedhin të lirë. Te thotë me raportin e vet paraprak që ishte më i rëndë se sa raporti paraprak për zgjedhjet në Serbi, po në Serbi ndryshe nga Shqipëria, qytetarët u ngritën vetë, nuk pritën që t'i ngrinte njëri dhe mbushën sheshet për dinjitetin e tyre në radhë parë, se kjo është ajo që vlen për çdo individ kudo ku ai është. Pra, po të shikojmë, të gjithë këto elemente në Shqipëri nuk janë. Pra, ne nuk i kemi këto standardet që janë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Atëherë si mund të jemi ne më afër Bashkimit Evropian kur ne jemi shumë larg minimumit të standardeve që ata kanë për veten e tyre, kombe natyrisht që respektojnë veten e tyre e tjerë me radhë. Kështu që unë e shikoj në këtë mënyrë që ne jemi shumë larg atyre standardeve që ne do duhet t'i kërkonim për veten tonë, jo se na i kërkon një burokrat apo burokrati që sot është dhe pas 2-3 vitesh ose 4 vitesh kur thon ata që do futemi neve, nuk do jenë më në detyrë dhe nuk do mbajnë përgjegjësi